Që kallëzojmë që e bëjmë tavafin. Tavaf është e përdorim. Çfarë është tavafi? Tavafi është rrotullimi rreth Ka'bës. Pra ne rrotullohemi rreth Ka'bës 7 herë. Duke filluar nga guri i zi dhe duke mbaruar te guri i zi 7 herë, që quhet mirë. Pra, po vim nga guri i zi në guri i zi quhet një, do ta bëjmë 7 herë, që quhet tavafi. Tavafi është e sillmja, rrotullimi. Që e përmenë unonsa. Këtu jam me kryetarin e lëvizjes Voda Shqiptare dhe ankarin tonë Këshillit Drejtues Uk Ndrecaj, Arjan Bosha. Kemi ardhur me të një pjesë, nuk e kuptojnë fjallën tavaf, një pjesë e kuptojnë tavaf është rrotullimi, ku sillemi ne sillemi rreth shqiptarisë dhe kible kemi Shqipëni. Kemi ardhur këto te krye heroi i shqiptarisë, se ne jemi kom i Gjesh Kasliut. Skënderbej. Skënderbej.